Disa shkolla në qytetin e Elbasanit janë ende pa ngrohje në këtë fillim vit. Ditët e acarta të janarit kanë theksuar këtë problematik, e cila vijon prej disa vitesh në këto shkolla të sistemit parauniversitar. Në gjimnazin Mahmut Ali Cungu, një ndër shkollat me numrin më të madh të nxënësve në qytetin e Elbasanit, nuk ka sistem ngrohje. Në këto ambiente zhvillojnë mësim me turne edhe nxënësit e shkollës artistike Onufri, pasi godina është në rikonstruksion. Në këto ditë të ftohta ndizen rezistenca apo reflektor që digjen shpejt, pasi rrjeti elektrik nuk e përballon ngarkesën, ndërsa nxënësit thonë se tashmë janë mësuar me këtë vështirësi. Faktikisht ngrohemi fare sepse dhe rryma elektrike nuk punon. Sot për shembull nuk punon të fare edhe. Shkojmë trash, si? Ja, si shën shaf trash edhe pa. S'kemi kushte. Rini me dorash në klasë? Po. Është e vështirë për ju për të shkuar? Ne jemi mësu të ndrejtëm, po e vështirë është. E njëjta situatë është edhe në disa shkolla të tjera, ku të veçlit shprehen se kanë ftohtë gjatë orës së mësimit. Nuk e i gjupin? Ka gjabë tjesht. Klasë jesë shumë ftohtë. Se jepi tekër këtë krahë dhe nuk bia sërgjë. Po keni kërkuar ngrohje? Kemi kërkuar, po s'na japin. Kemi ngrohë, po ajo është prish. Kemi sot pak. Po si ja bëne? Ves mërdhi. Me kështu me kapuçra me... Jo, kapuçë s'na e le. Çfarë ngrohje keni? Në ngrohë, e keni bler vetë apo e ka siguru shkolla? Kemi rezistencë. Rezistencë keni bler vetë apo e ka siguru shkolla? Edhe për prindërit është shqetësim mungesa e ngrohjes në shkolla. Keni fëmijët këtu? Si u thon për ngrohje? Pa ngrohje. Kanë ftohtë si u thon vajza? Kanë qysh kanë. Kishe trash, vishe, trash. Olgita. Jemi të shqetësuar. Më herët Bashkia e Elbasanit ka bërë me dije se mbi 160 institucione arsimore përfshirë edhe konviktin Ymer Tola funksionojnë me kaldaja, ndërsa ato shkolla që nuk janë të pajisura me këtë sistem, ngrohja bëhet e pjesshme në mënyrë alternative me energji elektrike.